Në fundjavën që sapo u mbyll, një vatër zjarri e përmasave të konsiderueshme u përhap në zonën midis kthesës së Pilurit dhe Llamanit. Strukturat e mbrojtjes nga zjarri të Bashkisë Imar kanë qenë në terren gjatë gjithë natës, duke luftuar flakët. Fal një koordinimi të vazhdueshëm me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, është bërë e mundur ndërhyrja ajrore me helikopter, e cila po ndihmon ndjeshëm në vendosjen nën kontroll të flakëve dhe në shuarjen e plotë të zjarrit. Për këtë ngjarje, Bashkia Himar informon se përpjekjet për shuarjen e zjarrit të rënë në zonën midis kthesës së Pilurit dhe Llamanit vijojnë me intensitet të lartë. Zjarri mbetet aktiv dhe të gjitha forcat e angazhuara janë në terren me objektivin për të vënë situatën nën kontroll sa më parë. Strukturat e mbrojtjes nga zjarri të Bashkisë Imar po veprojnë pa ndërprerje që prej shpërthimit të flakëve në bashkërendim të ngushtë me forcat e armatosura dhe Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Fal këtij koordinimi është siguruar ndërhyrja nga ajri me helikopter, një mbështetje vendimtare për frenimin e përhapjes së flakëve në zonat më të thella dhe të vështira për t'u aksesuar. Një kontribut të veçantë në këtë operacion kanë dhënë forcat zjarfikse të ardhura në ndihmë nga Bashkia Vlorë, Sarandë, Delvin dhe Finish. Bashkia Himar u shpreh mirënjohje për reagimin dhe bashkëpunimin ndërinstitucional në këtë situatë të vështirë. Operacionet do të vijojnë përgjatë gjithë natës me angazhimin maksimal të të gjitha strukturave përkatëse deri në shuarjen e plotë të vatrave të zjarrit. Bashkia Himar do të vijojë angazhimin e saj të pandërprer deri në normalizimin e plotë të situatës në terren, thuhet në deklaratë.